e kuptoj plotësisht që ke lodhje të madhe në shpirt. Ke edhe ngarkesë të madhe. Të kanë lodhë sfidat, vështirësitë. Por një gjë do ta them. Besoj fuqishëm se asgjë nuk do zgjatet për gjithmonë. Prandaj mos se hub shpresën, grumbulloje gjithat energji në një vend edhe sulmo fuqishëm. Dil nga ajo zonë ku ndoshta për momentin e ke futur veten tënde dhe vetëm me mbështetjen e Zot ti do t'ja dalësh çdo vështirësie, çdo sakrificë, çdo mundimi. Asnjë problem nuk do t'jetë për gjithmonë. Por Zotin, po ta them me shumë dëmshuri, e di që ndoshta ke vështirësi të shumta në këtë çaste. Prandaj jam këtu vetëm për të të përkujtuar që këto probleme të cilat i ke për momentin nuk do zgjasin për gjithmonë. Ata që të kanë lëndu, e di që të kanë shkaktuar dhimbje të madhe, por për hir shëndetit tënd, mendor, mental, emocional, shpirtëror, edhe fizik të shëndetin tënd, fali edhe vazhdo përpara. Kur ti falish, nuk them që ti harosh ato persona çfarë të kanë shkaktuar në jetën tënde, por jam këtu për të thonë vetëm për hir të shëndetit tënd, fali dhe vazhdo përpara. Sot është dita e re e cila ka filluar dhe kjo ditë të jep mundësinë e re. Jam këtu vetëm si një përkujtues edhe besoj fuqishëm që do t'ja dalish.